Taravin ma se kur e falën atje në Times Square. Edhe ajo ke. Para në Taravi kur e kanë filluar me fal atë jam konën. Kur domethën starti kur e ka bë. Në qendër New Yorkut. Fantazi. Domethën çfarë ka bë më kjo? Normal, a? Po, normale kjo ka bë për vjet, edhe veç u shtu. Veç u shtu popullata. Domethën xhamat. Po. Sa xhami ka Adnan në këtë Amerikën ose në New York ka? Përgjithësi në Amerikën krejt janë mbi 2700 xhamia. 2700. New York janë mbi 343. 343 xhamia janë New York. Shumica pjative janë se për shembull New Yorki është i madh edhe me ato periferishka na kupton. Po. Po kryesorja e New Yorkit çka bëhet është prej Brooklynit, po, Bronxit, Manhattanit, janë këto 5 lagje po. Manhattani edhe Staten Island. Staten Island. Po, Staten Island është xhamia ku është Hafazul Kanieri. Kush është Hafazul Kanieri Vardari? A shqiptar ja? Shqiptari, Shkupit. Po, Shkupit i Bojanës. Shkëmë do. Po, 3 vjet kur ka pas ai ka shku në Turqi dhe domethën ai e din shqipën shumë mirë, ai shqip ligjëran. Po dhe turqishën e din apo. Dhullkanin Vardari. Ose ne ka edhe Omer Musa atje. Omer Musa po. Ka edhe Omer Musa atje. Hoxha i nderuar Omer Musa. Tash ku është hoxha? Kjo është një prej xhamiave më të mëdha. Po, Staten Island. Staten Island tash ka edhe kollegj atje. Mashallah. Shkollën, xhamia shqiptare. Xhamia shqiptare ka dhe shkollë islame. Mashallah. Mësoj një orë shqip. Arab, Pakistan, ketë, edhe ato do në mësu shqip. Ka njëri shqip, ase në një Egjiptit, kënon ilahi shqip. Po vëllava, e kam mësu. Edhe tash e kanë përfundu kolegjin në Staten Island të xhamia shqiptare. Kolegj që kanë bo ati afër, është neri në 12 klasë për shembull. Ate e falte xhumon? Jo. Se me Largë punë, me punë për shembull na falmi ku qëllojmë, a kupton? Ku qëllojmë, s'ka lidhje si shqiptar. Për para, e kemi pas që shkojshme aty me Taravi, edhe pse kena një urë, do të me kalu, atë urën e kena patarinën, e kena pas $2, qash është $20, me kalu atë urë, a këtan, po $20, ka më, është një prej ma qëtënjtave momentalisht. Në Amerikë është një prej ma qëtënjtave ura me kalu. Me shku në atë, si ujdhes është, Staten Island është ujdhes është. Pa dhe pa. A këtan, shtet ujdhes. E shtesh, ati ka derse shqip, a? Mledhen shqiptar, ngojnë derse, interesant. Midis Amerike. Janë oni farë gjemati që janë regullisht, ato gjematit regullisht, aksham jaci i kia tena, shkojnë e falën akshamin, shkojnë pina qaj, kafe, muhabet, hoxha, ligjeron e sen, pyjtje bëjnë e sen, a këtan. Shkupjan, atë shish janë, divram duhet janë me shumë, a? Jo, të kjo xhamia në Staten Island janë të Shkupit, Malitzi, po, Tulqinit kina shumë atë, edhe të Kosovës. Kosovës më thonë bile ma shumë janë Tulqinit. Ma shumë Ulqinak janë. Kosovës është ai hoxha Ferit Bedrolli, masëni hoxha Tahir Kukaj, që është edhe një prej chaplain of New York, a këtan është me shtetin, do më thonë, që është, se di e ki pa në lajme, Tahir Kukaj që është për policien. Po, si shërif diçka. New York policies është për fe, muslimave, është ke. Për shembull kur ka ndaj ceremoni policia New Yorkit, këtë thirrën me apo dovon ose mi u folën shpirtnisht për shembull, ato spiritual. Po, spiritual, po, interesant. Xhamia tjera shqiptare në New York. Kemi Brooklyn për shembull është një shka u ka themelu 1972. 72. Po. Kush e ka themelu? O konën, po do më thonë këtë imigrantë janë konë, shka e në mledh, normal, po konën hoxha, Jusuf e ka pas emnin, ajo konë ai një prej, edhe Isa konë, edhe Isa konë, edhe Isa, edhe ajo imigrant, do më thonë, për Shqipërije, Jusuf jo konë për Ulqinit, edhe është ala, për shemë, po Isa Rametli është, ka bërë Rametli Mati, Allah i më shëroft, populli janë mledh, edhe në vendin lagjën më të mirë, gati në Brooklyn.
është më thonën një shtëpi aty është $2-3 milion. Që t'janë xhamia shqiptare. Që aty është një prej xhamiave shqiptare që është. Masë është një Staten Island. Në më thënë, viç pak shtesh. Di xhamia i trajtuam, xhamia Staten Island, fole shka fole. Shtesh xhamia në Brooklyn, në vendin më të mirë të Brooklynit. Një ndër vendet më të mirë. Po, kjo 70-ën e formuar, shtesh momentalisht është aktive, apo? Po. 5 vakt. 5 vakt namaz. Shqiptari hud për namaz? Po. Okej. Xhamia tjera? Edhe shqip edhe anglisht. Po normal, po. Xhamia tjera kena edhe që vinë për shembull qera që. Gjumon bile bëhet full, bile falen edhe për jashtë. Se kjo në xhami sukur e Staten Islandit, do të thonë që është ka ndartu për fillim. Këtë mahall nuk mundën me prek. S'mundesh ti me prish shtëpinë edhe me ndreq. Që ashtu e ka i thënë landmark i thënë këto. Anglisht, se dish me përkthi shqipa, kupton, po domethënë që ndryshimet sën bon në atë vend. Këtë ajo lagja aty është çashtu që ka me. Aty bëjnë filma, aty bëjnë inqizojnë për shembull drama, emisione, këtë çati pare. Domethënë, mina kashi xhamis është një shtëpi aty që bëjnë filma shpesh. Po. Kushi është një sikur shtëpi e bardha, kupton. Mina nga xhamis ba, nga xhamis. Domethënë është një shtëpi. Është lagja shumë e mirë. Për parking kemi pak problem se gjithmonë. Kemi pak problem për parking, por i kemi do policë shqiptare që kanë marrë leje që me parku në rrugë. Ndoshta i ki pa dhe ku pas postu do video që na lejojnë me parkue 1, 2, 3 linja e parkojmë. Jo të xhamia shqiptarëve, po në përqera xhamia, për shembull, ku janë pak popullata më e madhe, për shembull te Pakistan. Po ne. Te Arab, për shembull parkojnë në është gjallja i ka 4 linja këtë. Një për parking, edhe plus 4 linja, apo? Na parkojnë atë 2 linja, te 3 linja. Këtë i loma të kjerat. Veç në vakt gjomos, ose në vakt drejkës. Ta namazet i kena mundësi me parku. Të më thone kanë dhonë këtë. Kjo fal Tahir Kukës. Tahir Kukës. Tahir Kuka ka një prej shkaktarve dhe disa pris fetar, musliman, që ato e kanë bo të lejushme, do më thonë me kërkesat shtetit, do më thonë në New Yorkit. Kemi edhe festat Bajramit, festjan. Do më thonë, atë ditë mund shmes me shku në shkollë, s'ki ku një farë mungese. Parkingin, ku është që është për shembull me pare më ashtu? S'ka. Këtë është, do më thonë këtë New Yorkin është për shkak Bajramit. Për shkak Bajramit. A xhamia tjera shqiptare në New York, do më thonë. Kemi edhe një në Queens është një. Po. Edhe aty është ai hoxha i Ulqinit, është një gjaleri shumë i mirë. Mashallah. Ka atë aktivitet. Aty ka shumë aktivitet, edhe ajo është xhami pin temel ka po. Është me minare me këtë. Me minare. Po. Ndoshta më mirë që ki pa atë videon që kam pas postuar konën që atë kam postuar me mrena me këtë është xhami mrekullueshme. Edhe ka popull shumë. Ka xhamat shumë. Alhamdulillah. Qira xhamia shqiptare. Këtë këto janë që mirën me zveti, domethënë. Po. Qira xhamia shqiptare New York skemi përveç ato. Në të folë shikues ndruvis xhamia shqiptare se me xhamia pakistaneze. Jo, unë për me shku të shqiptarë unë i kaloj edhe një 10-15 xhamia përpara se me shku të shqiptarë. Po, jo, por ashtu ka sa dush. Po, masë në shqiptarëve kena New Jersey. New Jersey, po. Kjo është, domethënë, ajo e madhe, po. Gat me Ma është xhamia e madhe kjo New Jersey. E kum pa në internet, më duket. Ajo. Më e madhe është Staten Island. Staten Island është se ne shkon kërkosh, apo. Po New Jersey kemi masë ne ku kemi Rifatin hoxh. Rifat Alini. Rifat atë na. I koalicionit. Po, edhe Muhamet Osmani është atë. Muhamet Osmani shoku jam. Selam aleikum. Do të thonë ajo xhamia edhe ajo është temel, ajo është me minar me këtë alhamdulillah atë njëri kënaqet. Edhe ku e di edhe pse kemi edhe Rifatin atë na më. Kur shkojmë atë na s'dina mu kthi prap. Hoxha Omer Musa ku momentalisht? Hoxha Omer Musa është në Staten Island me një xhami janë ato tërbesh. Vlezrit tonë tërbesh. Po, janë prej një katonit Dibër. Rostushe. Zhupa. Po, që e di, po. Ama, kënaqës ati. Unë e ku më haru ma që të nishtë.
do më thonë jo krejt, po S'ka rasti me ngu. Kur kum shku aty, kum net aty na, se baba im ka net aty shumë afër. Rametlia ka net aty afër shumë. E na shkosh me fash me sabaj drejkën çatë ato. Ka pas rasti kom net në një javë, dy javë pushim aty. Pitë shtëpia ku shku ato. Jam kënaqja. Kënaqësi e madhe ku është hoxha Omer Musa aty na, te çajja. Është xhami nuk është e madhe, ama shpirtin e ka madhe. Po. Zemrën e ka madhe. Po.